parlamentare me një dhomë, e cila përbëhet nga 140 deputet, të cilët zgjedhin presidentin e kështu me radhë. Nëse do të ndryshoj forma e legjislativit, patjetër pasaj që nuk kemi të bëjmë thjesht me një reformë zgjedhore, por kemi të bëjmë një reformë të thellë kushtetuese. Dhe unë mendoj që Shqipëria është në kushtet për ta ndërmarrë një reformë të tillë. Ne tashmë e dimë që në këtë vend nuk jetojnë më shumë se 2 milion njerëz, por që numri i deputetëve është vendosur 140, kur Shqipëria kishte mbi 3.5 milion njerëz. Dhe është e papranueshme dhe jo e arsyeshme që me një numër banorësh të tillë të ketë një numër kaq të madh përfaqësuesish. Dhe ne shikojmë se çfarë malli vjen në parlament nga ky lloj vote. Ka një 30% të deputetëve të cilët janë në gjendje të artikulojnë, të formulojnë, të diskutojnë, të bëjnë një debat apo të propozojnë një projekt ligj. Pjesa tjetër është e gjitha lënë mbushse. Janë njerëz anonim, njerëz pa formim, pa kulturë politike dhe akademike, të cilët janë thjesht kartona që votojnë pro apo kundër sipas porosisë që vjen nga partia. Padyshim, unë besoj që ulja e numrit të deputetëve është një zgjedhje mirë, është një propozim i mirë. Pastaj ndryshimi i formës me një dhomë të ulët dhe një dhomë të lartë. Këtu pastaj duhen parë alternativa, duhet parë sa mund të funksionojë kjo me një realitet politik si Shqipëria dhe me gjitha me një kulturë demokratike dhe nivel dhe standard demokratik si kjo jona. A është për të zhdukur partitë e vogla? Kjo është një çështje tash që vlen të diskutohet dhe këtu arroganca mes e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste do të jetë tragjikisht e dëmshme në raport me demokracinë në tërësi, sepse demokracinë në Shqipëri nuk e përbëjnë vetëm Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, dhe nuk është pronë atyre. Demokracia është një hapësirë 360 gradë në të cilën kanë të drejtë të marrin frymë individ dhe fraksione apo grupime të tjera politike që kanë vullnetin, dëshirën dhe egon për të përfshirë. Ndryshimi i formulës së legjislativit me uljen e numrit të deputetëve do të çojë edhe në ndryshimin e skemës elektorale, të hartës elektorale, pra do të ndryshojë rrënjësisht çdo gjë. Nëse dy parti të mëdha do të vendosin të futen për të ndryshuar formulën e legjislativit, Shqipëria është në reformën e parë të rëndësishme që nga një viti 1992, kur u bë ndryshimi i sistemit politik nga komunizëm në tashmë quajtur demokraci që kemi sot. Por ka një risk shumë të madh këtu. Ndaj nuk duhet bërë me arrogancën që jep bashkimi i votave mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Nëse do të bjerë numri i deputetëve në 100, aq sa supozohet apo ka disa projeksione dhe propozime, do të ngushtohet edhe më tej mundësia e partive të reja për të patur përfaqësuesit e tyre në parlament. Sepse që një parti të fusë një deputet do duhet të marrë rreth 15.000 vota, por nëse reduktohet numri i deputetëve në 100, do t'i duhet që të marrë të paktën 20.000 vota. Dhe ne e dim se çfarë realiteti është. Kishim Shqipëria bëhet në këto zgjedhje që ishte mbi 65.000 vota dhe arriti të fusë vetëm një deputet, pra siguroi vetëm një mandat. Kjo do të ishte vrastare për partitë e reja. Ndaj mendoj që këtu do duhet që PD-ja dhe PS-ja të mos arsyetojnë dhe shikojnë mbi interesat e tyre politike për të reformuar të tërë sistemin legjislativ dhe politik, por të shikojnë interesat e demokracisë në tërësi, dhe interesat e demokracisë e duan aq më shumë në një demokraci hibride dhe agresive politikisht siç është kjo jona, do duhet që partitë e reja të jenë edhe më prezente, partitë e vogla të jenë edhe më prezente për të luajtur rolin e lubrifikantit, për të luajtur rolin e atyre ingranazheve që amortizojnë forcën e madhe të fërkimit mes dy partive të mëdha, apo parti që të cilat do të jenë të domosdoshme për të krijuar koalicione qeveritare, sepse ne kemi Partinë Socialiste sot që është një mazhorancë absolute dhe një mazhorancë absolute bëhet arrogante në të gjitha drejtimet, siç sot Partia Socialiste